Nderuar koleg, nderuar ministra, të gjitha çfarë dëgjova deri tani pothuajse janë të vërteta. Ekonomia vazhdon të zgjerohet dhe viti 2025 shënon një zgjerim të rëndësishëm, 3.5, 3.7, 3.9 pret ministri pak më herët, ndërkohë që inflacioni mbetet në nivele të ulta, me thënë drejtën brenda objektivit Bankës së Shqipërisë, ndërkohë akoma eksportet vazhdojnë të rriten dhe natyrisht në aspektin buxhetor lajmet janë në përputhje me këto zhvillime ekonomike. Veçanërisht sa i takon realizimit të ardhurave, të cilat janë më shumë afërmend se sa një vit më përpara, por janë edhe më shumë se sa plani, veçanërisht në pjesën e sigurimeve shoqërore, e që i bëjnë mirë asaj skeme në tërësi. Deficiti buxhetor mbetet në nivelin e programuar, ndërkohë që rregullat e artë buxhetit respektohen deri në fund. Në gjithë të panoram, rezerva e vetme që unë kam ka të bëjë me dy sektorë të rëndësishëm të ekonomisë kombëtare, me sektorin më të gjerë të saj, që është bujqësia që vazhdon të numëroj vitin e disat, jo më 3 mujorin, po vitin e disat me rënje, dhe natyrisht sektori tjetër që është sektori etik në çdo vend, për ekonominë e çdo vendi që ka të bëjë me industrinë. Që shënon në rënje gjithashtu, duke hedhur dyshime me një rimodelim të ekonomisë kombëtare, i cili do e mos nuk mund të jetë pa këto dy sektorë të rëndësishëm të saj. Duke referuar aktit normativ, natyrisht ajo pjesë e treguese të tij mbetet në përputhje me ligjin, dhe natyrisht sjell në vëmendje faktin që buxheti nuk i bëhet barr ekonomisë kombëtare. Kjo është shumë e rëndësishme, veçanërisht për një qeveri, po ama ka të meta të cilat kërcasin edhe në këtë akt normativ, dhe unë do mundohem të sjell në evidencë për qëllim që viti ushtrimor që ka nisur financiar, viti 2026 të reflektoj sa më shumë tjetë mundur nga ato që po verifikohen vit për vit në fund të tij. Patjetër që akti meriton lëvdim sa i takon shpërblimit dhënë për shtresat nevojë, veçanërisht ata mendime ekonomike e më tutje, të gjitha ata me aftësi ndryshe që nuk menaxhohen apo nuk administrohen nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore, që kësaj radhe përfitojnë apo morën, ta themi mirë, sepse shifrat që ministri e kanë çuar këtë shumë drejt ezaurimit saj plot, pra janë paguar, dhe në krahun tjetër çdo shpenzim tjetër që shkon veçanërisht për organet e rendit publik, Policinë e Shtetit, që vazhdon të shërbejë me përkushtim në raport me qytetarët, po edhe përballë politikës, veçanërisht edhe përballë akteve dhunshme përkundrejt saj. Krahun tjetër, unë vazhdoj të mendoj që praktika e akteve normative vlen në momentin që bëjnë rregullime për të mos humbur asnjë qindark nga parat publike. Por nuk vlen në momentin që materializojnë shpenzime të cilat nuk kanë duk, nuk kanë vlerë. Dhe janë disa të tilla pikërisht në këtë akt. Do doja të thoja faktin që nëse për realizimin e të ardhurave është evidente fakti që po mblidhen më shumë të ardhura pa arritur tatimet edhe taksat, në krahun e shpenzimeve publike vazhdojmë për të disatin vit rresht të kemi mos realizime. Do doja të thoja që për vitin 2022 kemi 16.2 miliard lek mos realizime, në vitin 2023 31.0.6 miliard lek mos realizime, në vitin 2024 42.7 miliard lek mos realizime dhe 2005 me gjas do të mbyllet tek 30 miliard lek mos realizime. Të gjitha bashkë në arkun e 4 viteve bëjnë diku ke 1.2 miliard 1.2 miliard euro, mirë e thash, dhe që janë thuajse një buxhet i plot investimesh publike. Gjë që sjell në vëmendje faktin që janë shumë para publike të cilat nuk realizohen në harkun e një viti buxhetor. E dyta që dua të them, pavarësisht se kolegët e mi, po edhe ministri mendojnë që këto janë kursime, në kuptimin specifik të fjalës, në kontekstin ekonomik, patjetër që kursime nuk janë.
janë mos përdorimi i parave publike. Fjala bie. Në sektorin e shëndetësisë, unë nuk mendoj që termi kursim qëndron. Sa kohë që të gjithë bashkë kemi rënë dakord për vite të tëra me radhë që parat në sektorin e shëndetësisë nuk janë të mjaftueshme, madje mungojnë, nuk mundet që ne të kemi kursime në Ministrinë e Shëndetësisë, veçanërisht në zëra të tillë jetik siç janë shpenzimet operative, po në krahun tjetër edhe shpenzimet për një proces që është themelor për shëndetin publik e që ka të bëjë me vaksinimin e popullsisë, veçanërisht asaj pjese të popullsisë që është më në nevojë, e që janë të miturit. Duhet kuptojmë që çdo kursim këtu nuk janë pak, janë gati 1.4 milion euro të kursyera këtu përthyen 2 herë në shpenzime publike në sektorin e shëndetësisë. Si sëmundje të cilat për fat të mirë mbrohen 100% përmes vaksinave. Kjo politika që mbështetet në teori konspirative e që godet shumë rënd shëndetin publik në këtë aspekt, veçanërisht duke orientuar prindit mos përdorin vaksinat, përthyet jo vetëm në shëndet të dëmtuar për fëmijët, por në krahun tjetër përthyet edhe në shpenzime publike më të mëdha në sektorin e shëndetësisë. Për të ardhur tek një element tjetër që është shumë i rëndësishëm, Ministri i Bujqësisë është këtu. Edhe një herë që unë dua ta lëvdoj nuk është. S'kam ç'ti bëj, po më vjen mirë që parat janë shtuar në sektorin e bujqësisë. Është viti i parë që niveli i mbështetjes buxhetore arrin në 6.4 miliard lek dhe më vjen mirë gjithashtu që fondi është realizuar thuajse 100%. Nga thesari ka shkuar në bank, janë pagesa që ta dëgjojnë njerëzit, janë pagesa që nga banka duhet shkojnë në xhepat e qytetarëve. Por ama, ajo që më shqetëson ka të bëjë me faktin që kanë ndodhur fatkeqësi natyrore të mëdha në harkun nga korriku deri në janar dhe natyrisht bujqësia ka marrë një goditje të konsiderueshme. Në verë goditja për bujqësinë erdhi në 2 zona të rëndësishme siç është Gramshi, sa i takon blegtorisë, dhe Delvina, sa i takon blegtorisë dhe frutikulturës, dhe natyrisht duhet paguajmë për to. Ma habiti ministri i mbrojtjes kur tha që janë kaluar parat për të shlyer këto dëme të shkaktuara, veçanërisht për baktit, po edhe për frutikulturën, sepse në buxhet unë nuk i gjej. As në relacion, as në seancën që zhvilluam në komision nuk ishin. Në krahun tjetër, për mbytjet e kombinuara me ngricat në nëntor dhe në janar kanë goditur zonën më prodhuese të vendit. Duke filluar nga Sipër, nga Shkodra në Obote, në nën Shkodër për të vazhduar në Zadrim, për të mbritur në Durrës, për të zbritur pastaj në zonën më prodhuese të vendit sa i takon serave, zonën e bashkisë Sur, Vejgurore, në krahun tjetër zonën e bashkisë Kuçov sa i takon Kozarës, për të shkuar në Fier, e që natyrisht janë zonat më prodhuese, është ekonomia më e madhe e prodhimit në serë. Dhe keni parasysh, janë bjell 2 herë nga nëntori në janar. U përmbytën, u dëmtuan 1 dynym vetëm për kosto bime dhe kosto plerimit parë, kushton 1.200.000 lek, 1 dynym. 1 hektar shkon 12 milion dhe e mbjell nga 2 herë shkon 24 milion, që është dëmi që është bërë një fermeri që ka 1 hektar serë dhe që natyrisht duhet paguhet plotësisht. Në rast se ne duam që në verë të ham domate, kastraveca, speca e kështu me radhë, po edhe ata njerëz të kthehen e të mbjellin për të marrë para nga ekonomia e tyre. E fundit gjë që kam lidhet drejt për drejt me një akt tjetër që materializon akti normative që ka të bëjë me kalimin e të gjitha parave që nuk përdoren në vitin buxhetor 2025 në llogarinë e pensioneve në Bankën e Shqipërisë për politika pensionesh. Në fakt, siç ju thash, është e kaluar plani i të ardhurave nga sigurimet shoqërore, kjo është një ardhur tjetër, dhe natyrisht to para që shkojnë tek pensionistët, patjetër që bëjnë mirë. Dhe do ishte mirë që të shkonin atje. Qeveria thot 15 miliard, ndërkohë që unë mendoj që deficiti nuk është realizuar për 30 miliard. Dhe këtu dua të them 2 gjëra. E para mbi gjitha t'i kërkoj kryetarit grupit tim parlamentar. Si të votoj sot kryetar? Se është propozimi im ky. I votuar kundër. Vetëm pak ditë më përpara. Dhe e dyta që është shumë e rëndësishme, këtu ka para të tjera për t'i çuar, për të paguar dhe shlyer
detyrimet. Faleminderit zoti Braçe. Zoti Braçe mbaroi koha. Zoti Braçe, ju lutem. Zonja Tabaku, përgatitet zoti Bito, Ardit Bito. Replik zoti Balla. Tani, unë jam plotësisht dakord me shqetësimet që ngrihen për t'ju gjendur pranë banorëve, bujqve të prekur nga fenomenet natyrore, qofshin përmbytjet, qofshin ngricat. Jam informuar, sikur se të gjithë jemi informuar që qoftë qeveria qendrore, qoftë ato vendore, po bëjnë vlerësimin kudo në territor të këtyre dëmeve, por sa i përket aktit normativ të cilin po shqyrtojmë, besoj që e din të gjithë, akti normativ nuk mund të ndryshohet dot sot. Ai o miratohet, o gëzohet. Amendamente mbi aktin nuk bëjmë dot, kështu që ju falenderoj dhe e vlerësoj shumë shqetësimin që ngriti kolegu im, antari i grupit tim parlamentar Braçe. S'ka replik me replik, zoti Braçe. Për çfarë është procedurë, urdhroni. Njëherë, unë nuk kërkova ndryshim të aktit. Nuk kam kërkuar, s'kam bërë amendament për ndryshu aktin. Thash që amendamenti që urrëzua me vot 4 javë më përpara, 5 javë më përpara, është sjell nga qeveria me akt. Kaq. Dhe pyeta si duhet votoj unë. Atëherë votova pro, të gjithë votuan kundër, sot çfarë duhet bëhet? Votoj kundër? Kjo është e para. E dyta që është shumë e rëndësishme, në qoftë se nga 30 miliard që është deficiti pa realizuar, këtë thash, dhe ky është veprim kontabël në qeveri, dhe natyrisht orientim më mirë, me thënë, në qoftë se nga 30 miliard lek që mbeten pa shpenzuar, 15 miliard lek do të shkojnë në llogarinë në Bankën e Shqipërisë për pensionet, 15 të tjera të përdoren për të shlyer bujqit. Bujqit është një ekonomi e tërë e dëmtuar që nuk mund vazhdoj më tutje pa para. Kaq ju thash, për një dynym janë 12.500.000 lek dëm për një dynym. Llogariteni vetë se sa toka dhe sa sera janë përmbytur. Faleminderit. Faleminderit. Një sqarim nga zoti Malaj, Ministri i Financave. Nderuar deputeti Braçe, siç e sqaruam edhe në Komisionin e Ekonomisë, pjesa e papërdorur e fondeve, e cila do të kalojë në llogarinë e pensionistëve, është minimalisht 15 miliard lek. Pra, çdo vlerë e kursyer, e cila nuk do të shpenzohet me buxhetin e vitit 2025, do të kalojë në këtë llogari. Pra, nëse do të jenë 30 miliard të pashpenzuara, do të kaloj 30 miliard që i pashpenzuar pranë llogarisë së pensionistëve. Faleminderit, fjalën e ka zonja Tabaku, përgatitet zoti Ardit Bito. Nderuar zoti kryetar, të nderuar koleg, kam folur boll herë për aktin normativ, në fakt nuk sjell absolutisht asgjë të re dhe nuk ka asnjë ndryshim akti normativ përveç atyre 70 milionë eurove që thanë që s'doja paguanin beketit, po janë duke paguar beketit, po nga buxheti i shtetit. Kështu që unë, nëse më lejon kolegët, dua të flas për një gjë shumë të rëndësishme që lidhet me buxhetin dhe nga ana tjetër lidhet edhe me luftën ndaj korrupsionit. Në shtator të vitit 2025, nga kjo foltore, kryeministri u shfaq para shqiptarëve me premtimin e radhës të revolucionit digjital. Na foli për një qeveri që funksiononte me inteligjencë, me shpejtësi
lehtësi, pa burokraci. Sot jemi në janar të 2026-ës, kanë kaluar vetëm pak muaj dhe kjo fluska jo vetëm që plasi, po qel berë. Ajo që u nis si shteti digital sot është demashkuar thjesht si një skem financiare, glabëruse, por edhe kriminale. Historia e Akshit është kronika një dështimi të paralajmëruar. U detyrua çdo ministri, çdo agjenci, madje u tentua që tuleshin gjunjë edhe banka dhe sistemi bankar që të vendoseshin në një prizë të vetme. E gjitha kjo me një filozofi të qartë për t'ia dorëzuar zyrat e të gjithë këtij sistemi, zyrës atij që jepte koncesionet në hije, në fakt, tek Akshi Ergys Agasit. Dhe për ta bërë këtë, e armatosën Akshin me një buxhet të jashtëzakonshëm. Shifrat flasin vete, janë kokëforta. Buxheti është rritur me 6 herë, duke shkuar në 200 milion euro vetëm vitin e fundit. Në 4 vitet që u mbyllën janë shpenzuar gjysmë miliard euro nga taksat e qytetarëve shqiptar. Po për çfarë u shpenzuan këto para? Për tendera sekret, për koncesione copy-paste, jo vetëm kaq. Këto shkuan për të ushqyer një skem kriminale me projekte ku vendoseshin në zyrat e bizneseve private, ku rriteshin vlerat disa fish, ku fituesit paracaktoheshin dhe shërbimi sot nuk ekziston. Dje praktikisht u pranua edhe nga zyrtarët e shtetit që kanë ngritur duart dhe bizneset janë lënë në mëshirë, i gjithë sistemi është në kolaps. Të gjithë e dim dhe është koha që ta themi troç, edhe të majt, edhe djath, se milionat e eurosh nuk janë harxuar e menaxhuar nga inxhinierët. Ato janë menaxhuar nga zyra private e atij që njihet si zëvendës kryeministrin hije, e atij që ka marrë vendime për të gjithë tendrat e Akshit, ai që me bekimin e plot kryeministrit ka vendosur kush fiton tenderin, si shpërndahet parat, e kjo qeverisje digjitale është kthyer në një feudalizëm elektronik. Rezultati sigurisht është një sistem qesharak. I Albania, krenaria e qeverisë, prej javësh lëngon. Është një projekt në letër. Është jashtë shërbimi. Sot biznesi shqiptar është në kaos. Bizneset e vogla nuk bëjnë dot bilancet, nuk lëshojnë dot fatura, nuk rinovojnë dot certifikatat e fiskalizimit. Imagjinoni një sipërmarrës të vogël që gjithë ditën rropatet për të paguar taksat edhe të rritura dhe në fund ditës rrezikon gjobën ose mbylljen, sepse sistemi 500 milion euro i qeverisë shqiptare nuk funksionon, ka rënë. E çfarë bën Akshi? Asnjë njoftim, asnjë ndjesë. Po do t'i paguaj në një kohë të dytë, thot qeveria shqiptare, sepse për ju qytetari është vetëm pagus, nuk përfiton asgjë. Por paradoksi nuk përfundon këtu. Në çdo vend normal të botës, kur investon në teknologji, administrata duhet ishte reduktuar. Kompjuteri duhet kishte zëvendësuar punonjësin, ndërkohë që vetëm në rilindje ndodh absurdi ekonomik. Rritet buxheti për digitalizime rekord, rritet numri administratës me 20.000 punonjës, duke e quar atë në 184.000 punonjës. Rriten shpenzimet për paga me pothuajse 80%. Së bashku, administrata elektorale dhe tendrat e Akshit sot marrin 20% të buxhetit. Arsimi mbetet përsëri thrime. Kjo tregon se qëllimi nuk është modernizimi. Qëllimi është o punësimi o pasurimi i klientëve. Kompanitë IT-s që janë kontraktuar, janë thjesht një mirazh. Aty janë kot, janë vetëm për të dhënë kode, janë vetëm për të fshehur gjurmët e korrupsionit. Po diella, ajo kujtohet diella, simboli i fushatës, inteligjenca artificiale që do na çonte në Europë. Ku është sot ajo? Pse është zhdukur? Pse është fikur? Pse çdo sistemi qeverisë sot nuk funksionon? Nuk e zën më goja askush. Inxhinieria në fakt është shkencë, nuk është propagandë, dhe për këtë arsye sigurisht që mashtrimi do dilte një ditë. Avatari bukur nga jashtë, por bosh nga brenda. Të nderuar kolegë, ky dështim i digitalizimit sigurisht që nuk është i izoluar.